طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek libri Ibn Qayyimit rahimahullahu taala, mjekësia pejgamberit alayhis salatu wassalam. Në dersën e kaluar kemi folur për udhëzimin e pejgamberit për veprimtarinë fizike. Kemi folur për mënyrën e zgjimit. Sonte do të flasim udhëzimin e pejgamberit alayhis salatu wassalam mbi marrëdhëniet intime. Udhëzimi i pejgamberit alayhis salatu wassalam në këtë drejtim është më i miri. Normalisht edhe ne mund të marrim shembull sepse edhe marrëdhëniet intime hyn tek çështjet fetare. Edhe nuk është turp me pyet për këto çështje, sepse hyn në çështjet e dispozitave fetare. Se me marrëdhëniet intime prishet abdesti, prishet gusli. Edhe është normale që na si musliman, si besimtar, që i falim 5 vakte, duhet me ditë cilat janë këto dispozita, apo? Dhe thot, udhëzimi i pejgamberit alayhis salatu wassalam, siç thash, është në këtë drejtim është më i miri, pasi nëpërmjet tij, nëpërmjet marrëdhënieve intime, ruhet shëndeti, vllazni. Nuk është vetëm knatësia intime, seksuale, por se ruhet edhe shëndeti, sepse trupi tajon diçka që quhet spermatozoide, apo? Edhe normalisht kur del jashtë spermatozoidi, trupi rigjenerohet, apo forcohet me një aspekt. Nëse rrin shumë pa dal, ato mund të shndrohen pasaj në toksine, në helme. Për atë arsye Allahu subhanahu wa taala për çdo sen e ka krijuar në mënyrën më të mirë për ne. Thot përmbushet epshi dhe arrihen qëllimet, domethënë objektiva që i synon kjo veprimtari. Marrëdhëniet intime kanë 3 qëllime kryesore. Marrëdhëniet intime nuk është vetëm knatësia epshore, por se janë 3 qëllime. Qëllimi i parë çka është? Riprodhimi edhe ruajtja e racës njerëzore. Apo nëse nuk ka marrëdhënie intime, mbyllet qenia njerëzore, mbyllet raca njerëzore. Paramendo për shembull sikur ta kishim pasur ne, sikur të krishterët që e kanë bindjen që motrat e nderit mos mu martu, e priftrinët mos mu martu, atëherë ish mbyll lloj njerëzor. Ndërsa në fen tonë kemi që mu shumë sa më shumë. Sepse thot Muhamedi alayhis salatu wassalam, ditën e gjykimit thot na unë para jush, apo para Allahut subhanahu wa taala, domethënë, do të kënaqem apo shkaku që për shkak të miletit të madh të muslimanëve. Andaj thot shtojuni, ma shumë mushtu. A ka qenë kjo traditë tek ne mushtu po valla? Ka qenë traditë, edhe çajo na ka rujt neve. Çdo herë po e them që çajo na ka rujt neve si popull. E para çka është riprodhimi dhe thot ruajtja e racës njerëzore aq sa të përmbushet dhe plotësohet numri i individëve që Allah ka urdhëruar të bëhet. Kjo e para. E dyta thot nxjerrja e lëngut jashtë, spermës. Thot i cili është i domshëm nëse rrin brendësinë e trupit. Nëse rrin trup, apo ai bëhet i domshëm për trupin. Edhe jo rastisht Allah subhanahu wa taala ka qenë mëshirë tek të rinjët, tek ata të cilët janë në pubertet, kur i mbushet sperma brenda, tajot, sepse është i ri vllazni, 6-17 vjet, 15 vjet, dhe i run epshin, mbushet sperma, tajot sperma për shkak të mendimeve, apo Allah subhanahu wa taala ja mundon që në ondër me pas polucion, me dal. Këtë kemi qenë të ri. Apo edhe kur e sheh vetin mëngjes çohet namaz sabat është i fliqur. Apo kjo është mirësi për Allahut subhanahu wa taala, që ja lehtëson Allahu azza wa jall për me nxjerr atë tajim që e ka në brenda në organizëm. E dyta thot, e treta, përmbushjen e knatësisë seksuale apo shihimin e marrëdhënieve intime dhe të begatisë që ai e përfaqëson. Normalisht Allahu subhanahu wa taala kalon njeriu me epshe. E kalon njeriu me epshe. Secili njeri ka epsh, edhe gruaja ka epsh, edhe burri ka epsh. E me shku më mbyll ti në kish, edhe me thonë si motër e nderit, edhe priftrin pastaj po dalin skandalet ndryshme. Po dalin pedofili me fëmijë. Po dalin pastaj shtash e pas një video që i kishit njëri, po dalin që
plot priftrinje kanë bë marrëdhënie me çka? Me motrat e nderit. Apo pa i specifiku kush dhe tek, por se kanë dalë kështu se na nuk mund me gjyku me thon filoni ka bë marrëdhënie pa e po, 4 dëshmitar duhet me qenë. Po flasim mirë të përgjithshme pa specifiku filonin apo fistekin. Edhe çfarë? Ka dalë njona që ka qenë dashnore e priftit për shkak të natit që prifti ka shku me tjerë e ka paraqit e ka publiku rastin. Gjelozia. E ti për çka po shkon aty? Apo shkon për si motër e nderit më për kushtu Zotit apo shkon? Më thon, Allahu subhanahu wa taala e ka ndalu o vllazni murgri. Allahu subhanahu wa taala e din robën e vet. Sa mundet me qëndru. Për atë arsye ka lënë edhe marrëdhënien intime, edhe është një prej sebepeve që me rujt moralin, me rujt nderin. Pastaj thot, qëllimi i fundit është i vetmi që do të realizohet në xhennet, sepse atje nuk do të ketë riprodhim të njerëzve, as grumbullim të spermës që duhet patjetër të shkarkohet, që është në këtë dynjë. Atje nuk do të ketë, por se do të ketë vetëm kënaqësi intime. Doktorët më të shquar kanë deklaruar se marrëdhënia intime është nga mënyrat për të pasur një jetë të shëndetshme. Bile Galeni ka thënë, sperma në esencë është nxehtësi dhe ajër. Ajo është e nxehtë dhe e lagësht sepse prodhohet nga gjaku i kulluar i cili ushqen organet kyçe të trupit. Vllazni, sperma në sheriatin islam, dispozitat fetare nuk është i fllëqt. Sikur, po flasim nuk është i fllëqt kontekstin e dispozitave fetare negjis që quhet, sikur urina që është e fllëqur, ndërsa sperma nuk është e fllëqur. Duke parë rëndësinë e madhe të saj, njeriu duhet të kuptojë se sperma nuk duhet të harxhohet më kot. Apo, dhe thot, por vetëm për qëllime riprodhimi ose për të çliruar robin prej saj në mënyrë të ligjshme kur ajo vjetërohet. Na po tash po du me dalë tek çështja masturbimit, tek disa të rinj që bëhet masturbimi, apo e kuptoni këtë çfarë do të thonë masturbimi? A e din vëlla masturbimi çka do të thonë? E din, po e din. Do të thonë masturbimi çka? Se ky vllau jashtë për çato deshta me pyet a e din. Masturbimi është vetë knatësia, onania që i thojnë. Shumica ulemave, një repetoj Imam Maliku, bazot një ajet kuranor, apo që e ndalon masturbimin dhe thot është haram masturbimi. Masturbimi është haram. Edhe subhanallahu masturbimi nëse bëhet një kohë të caktuar, vet organizmi e lyp të njëjtën kohë të nesërmen. Kështu që ty të bëhet rutinë pastaj për me bë masturbimin. Po shtrohet një pyetje mes burrit dhe gruas. Nëse ka masturbim mes burrit dhe gruas, kjo lejohet pastaj. A e kuptoni? Kjo lejohet. Burri gruas, gruaja burrit lejohet. Po vet knatësi nuk lejohet në Islam. Në vetë knatësi nuk lejohet në islam, këto e kanë trajtuar ulemaja. Thot, nëse sperma grumbullohet më tepri në trup, ajo shkakton pastaj disa lloje të smundjeve. Edhe jo rastësisht Muhamedi alayhis salam çka ka thonë? Thot, kur delni jashtë, nëse e shihni një grua të huaj, apo dhe ju nxit epshin, thot shkoni te shtëpia. Kryeni me një aspekt, sepse çështja është e njëjtë. Çajo knatësi, qoftë me ato, qoftë me këto, mirë po me këto e ki halal, me ato e ki haram, dhe e merr gjunojnë. Apo, që shkarën hadithet pejgamberit alayhis salam, që ka thënë Muhamedi alayhis salam, thot edhe në marrëdhënie intime ka sadaka. Qysh be ja Rasulullah, thot edhe nepshin me shfrytëz, domethënë, mu kënaq nepsh njëri dhe me marr sevapa, po thot nëse e shfrytëzon haram a ki gjuna, njëta gjë thot nëse e shfrytëzon në gruan tonë, atëherë ki sevap. Por më në çfarë fi madhështore vllazni, po themi mu kënaq njeriu me me bashkëshortën e vet edhe me fitu sevap tek Allahu subhanahu wa taala. Domthonjë çfarë fi madhështore. Pastaj thot, nëse sperma qëndron në trup për një kohë të gjatë, ajo prishet edhe kthehet në toksine. Kthehet në helme. Më thonë, nëse tajotat shumë tërkohen njeriu në mendime të ndryshme, apo edhe nuk del jashtë ajo, atëherë është problem. Se mundet me të shkaktu helme të ndryshme në trupin tënd. Që mund të shkaktoj smundje të ndryshme, pikërisht kjo është arsye pse ndonjëherë sperma del jashtë trupit vetë e pa stimuluar qështa. Pa stimulim ti, veç natën, vetë del don Allahu subhanahu wa taala, është mirësi prej Allahut azza wa jall. Disa
Kanë thënë, njeriu duhet të ketë kujdes në 3 gjëra. 3 sene duhet me pas kujdes. Ai nuk duhet të shmang ecjen në këmbë. Zbon me lon ecjen në këmbë. Se thot, kur ti vyn pastaj ecja, kur të plakët, s'mun me hestot. Kështu që në rini, këto thotë edhe Sheikh Uthejmini, thot, po eci, po shkoj në xhami në këmbë, shkaku që mos të mlek këmba pastaj kur të plakëm. Se nëse sot na mujmë me hec dhe nuk ecim që fatkeqësisht kerrat po e bojnë vetën, automjetet po e bojnë vetën, na me automjete fani shpreh edhe në WC me dash me shku kishim shku edhe në WC me kerre. Atë atë shumë jemi bë, dembela jemi bë. Çatu xhamin e kemi, hypish kerret edhe shkosh te xhamia. E kur të plakësh çka kemi bë ti? Çka kemi bë? Ata sy shkajt se Ibn Qayyim al-Jauziu thot 3 sene nuk duhet me i lon. E dyta thot kur ta ketë nevojshme nuk do të jetë i aftë ta bëj, do të thonë kur të moshohet. Ai nuk duhet të largohet nga të ngrënit, se pastaj do t'i të kurren të brendshmet. Dhe ai nuk duhet të largohet marrëdhënieve intime pasi po nuk e nxorë ujin e pusit, ai ka për të shtërruar. Çfarë fjala? Po nuk e nxorë ujin e pusit, ai ka mu shtëru, ka me mbet ashtu. Do të thonë nxjerrja e ujit të pusit i bie që me nxjerr spermatozoidin, apo. Ndërsa thot Muhammed ibn Zakaria ka thënë, çdo kujt që ndërpret marrëdhënie seksuale për një kohë të gjatë kanë për t'ju dobësuar nervat. Thot kanë për t'ju dobësuar nervat. Do t'i bllokohen qarkullimet dhe do t'i zvoglohet organi. Do t'i zvoglohet organi seksual personit nëse nuk kryen marrëdhënie intime. Unë kam parë, thot disa njerëz, që nuk kryenin marrëdhënie me pretendimin se kështu tregonin vetë për mbajtje, ma keqja, s'po du me bë marrëdhënie, se po du me ju kushtu dinit Allahut subhanahu wa taala. Pse shkatron vetveten subhanahu. Allahu subhanahu ta ka lejuar, nuk ki çka lodhesh për këtë çështje. Pastaj thot, trupat e të cilëve ishin bërë më të ftoftë, lëvizjet më të ngatëta dhe shpesh i ka kap depresioni, mërzia. Shpesh i ka kap mërzia. Vllazni, në psikologji e kemi mësu që ka hormone, dopamina dhe disa hormone të caktuara që në momentet e kënaqësisë çato hormone tajohen. Dhe kur hormonet tajohen, atëherë njeriu ndihet i relaksum, i kënaqur ndihet. Për shembull, janë disa veprime që i bën njeriu, që këto hormone tajohen, që këto janë me një aspekt sikur droga natyrale. Pas marrëdhënies intime njeriu ndihet i relaksuar, apo? A ki po, për shembull, tek mashkulli pas marrëdhënieve intime i vjen gjumi. Ndërsa me femnën, me gruan është ndryshe. E ka një hormon të saktuar që syt i qilen nuk e zë gjumi. Më thonë janë të ndryshme tek burri dhe tek gruaja. Por se në përgjithësi ndjen të relaksuar. Deli për shembull në natyrë, she i nin për shembull zogjt, i nin lumenjet tu ec, apo i she nëpërmjet shqisave të pamurit, i she gjelbrimet e ndryshme, apo hiç më pak, hiç më shumë. Veç fëmijën e vet kur ta përqafon erën e fëmijës vet kur ta nin, e nin një lloj, subhanallahu, një lloj relaksimi e nin. Që kalon Allah subhanahu wa taala. Do thon vetë ju diçish kënaqesh zemra, të vjen. Këto janë për atyre hormoneve që ngriten këto hormonet. E mirë, kur personi e merr drogën, që to hormonet e kënaqësisë që i ka robi Allahut njeriu, kjo drogë në mënyrë po themi të jashtme ja shton te i mase. Për shembull, nëse çto veprime e shtojnë çat hormon e tajojnë diku deri në 30-40-50%, edhe njeriu kënaqet. Kur ti e merr drogën, ajo hajta çon 100 ta bën. Sepse truni ashtu e percepton edhe e bën 100%. Dhe tash ti kur e le drogën, ajo bjerra, po. Ti shkon, bën marrëdhënie intime, del në për shembull ishe ujnat, ku e diun e gjelbërimet, mirë po nuk e arrit te 100 kjo. Sepse është natyrale diçka. Atër trupi është nëngët. Edhe trupi kërkon diçka pak më lart. Mbi 50% kërkon. Ç'a më mor? S'njet rahat.
njihet prapë i depresionu, sepse truri është fokusuar te 100 edhe e lyp drogën. Edhe jo rastisht, çka thënë neuropsikiatrët për me hek drogën, pse nuk I thënë me lënë për një herë? Jo, gradualisht. Kada ka dale, derisa të bjerë, po themi kushtimisht 100, 90, 80, 70, 60, 50, kada ka dale me ra që me mujt pastaj me elon drogën, apo? Dhe këto çka tham, këto veprime janë drogë natyrale e njeriut. Është drogë natyrale e njeriut. Paramendo Allah subhanahu wa taala vllazni, në momentin, a keni vret për shembull një person I cili në moment për shembull e godet me thik apo ku e diune goditët gjatë luajtjes futbollit, e thënë komën, dorën, këto gjëra kret, në ato momente themi secili thot ka qenë I nxehtë dhe nuk I ka marrë vesh. Realisht nuk është kështu. Është një hormon I posaçëm që Allahu në çato momente e tajon, ja mundson me taju që ti me dhon ndihmën e parë vetvetes. Ho çato momente abi be ki thikën, çdo e ki thikën dhe ti je në gjendje me mbro, muasi, me dhon ndihmën e parë. Pas gjysore, 20-30 minuta ti bish për tokë pastaj. Nuk qosh. Mirë po gjoki të rrjedh. Në ato momente ti je në gjendje për shembull me dhon ndihmën e parë derisa shkon te mjeku, apo? Ma është famirësi Allah subhanahu wa taala I ka dhënë robit, që na nuk I di, apo. Pastaj thot, marrëdhëniet intime thot ndihmojnë për të ruajtur shikimin nga aromat. S'ka diskutim. Kur njeriu për shembull, sidomos I riu, kur ka mundësi mu martu, për njerë du të mu martu, vllazni. Për njerë du të mu martu, sepse mund me ronë zina. Po ronë zina, ç'a me bo pastaj? U shkatru subhanallahu, s'po themi që s'ka pendim. Mirë po është gjuna për gjunave shumë të mëdhaja. Para të arsye, një I ri, që është në moshën e pubertetit, 17-18, letë martohet me njëherë sepse e runë shikimin. Se e ka grunë e vetë, apo, elhamdulillah. Pastaj thot, ulin epshin të largojnë nga marrëdhëniet e pa ligjshme, po të njëjta rezultate japin edhe normalisht edhe për gruan. Thot pejgamberi alayhi salam, vetë ka thonë, thot nga dynjoja juaj më janë bërë të dashura 2 gjëra. Qëre, 2 gjëra prej dynjos janë të mira për mu. Dashura mu kanë bo. Thot, gruaja gratë thot, edhe aroma e mirë. Pra të arsye ka thonë, mos I refuzoni aromat. Nëse ta jep dikush një parfem, mos e refuzo. Po unë për shembull 2-3 muaj që e kam alergjinë s'u e marr. Tasha, du të më thonë mu që s'pe pason synetin, jo se po e mora une, bile vllaznit ku të vim këtu në Ratkos, ju thom, ju ndalej atë ditë, ju thom parfim mos shitni. Se maze frymën. Utan 2-3 muaj kam atë kohën e pranverës, po, kohën e pranverës. Se atar pish kurtit marr se tash o zgjat më shumë 5-6 muaj po. Pastaj thot pejgamberi sa gjithashtu e ka nxitur umetin e tij që të marton, thot martoni sepse unë do të matem me umete tjera nëpërmjet numrit popullsisë suaj. Edhe unë ju thon vllaznive, se Allah subhanahu wa taala disa gra vllazni kalon ma të pleshme, ma pjellore në një aspekt. Alhamdulillah, disa nuk janë. Disa janë edhe sterile, hiç nuk ka si. Pra, nëse Allah subhanahu wa taala ta ka dhënë një grup pjellore, shfrytëzoj, është e fuqishme, apo shfrytëzoj, bën fëmijë vllaja. 4, 5, 6, 7, 10, bën, hiç mos unal, subhanallah. Allah secili e ka riskin e vet. Secili riskin e vet. Theke o xhazet, Allah e rujt me një farë para 10 vjetë pa ta nguni ders ti, theke njerëzit me çështjen e fëmijëve po I llogarisin me matematikën e kësaj dynjos. A realisht, kur ti je sebeb për marrë një fëmijë, ti po e shton pasunin. Qysh me po e shton pasunin, po do të me këshyrë mërë ata? Po fëmijë, se cilin të fëmijë, Allah subhanahu wa taala ja ka caktu riskin në barkën e nonës, në barkën e grus tonda, ja ka caktu. A je ka riskin e vetë Allah. O më dhe një risk e kiti. Unë po flas, personalisht unë po flas. Unë para martesës kam qenë më me pak pare, po themi, apo kështu ma shull shqip me thonë, se sa kur jam martu. Kur jam martu, më me satror jam bo, në pasuni.
Edhe kjo është rregull se Allah subhanahu wa taala e merr në mbikëqyrje një burrë dhe një gru kur të martohet, sidomos besimtar, i merr në mbikëqyrje ja shton të mirat. Andaj çdo person që bën fëmijë i shtohet pasunia. Ata kur të rriten secili ka ky një punë, ndryshe është, apo kupton? Pas se me çfarë vllazni, me një fëmijë ti bish në minus. Me 2 fëmijë je baraz, se 2 fëmijë baba nona vdes jesin 2. Nuk shtohet popullsia, apo mbi 2 shtohet. Nëse i bën 3 fëmijë sa po shtohesh? Veç një, subhanallahu. Pak. Nëse i bëjmë 4, 2 po shtohesh, se 2 çdo herë janë baba non. Për atë arsye, edhe bile disa prej ulemave kanë thonë me bo azl murrujt. Azl e dini gjatë marrëdhënieve intime, kur personi ejakulon me hek organin edhe me pretendimin që mos me bo fëmijë, disa kanë thonë nëse i ki qëllimin që unë pitutna riskut apo ku e dione, haram e ki, thot. Që pitut është i riskut? Kur Allah subhanahu wa taala e ka dhënë riskun atij. Kështu që është e pëlqyeshme mos me bo azl. Kanë bo azl në kohën e pejgamberit alayhis salam. Diçka që është e lejuar, po jo me një jetën me thonë që për shkak të riskut. Gruaja ka probleme, është e smut, nuk po mund. Kjo është diçka tjetër, pastaj njeti shikohet. Ama nëse thu për shkak riskut, kjo nuk lejohet me nuk kështu, sepse riskun e ka në dorë Allahu subhanahu wa taala. Wallahi sot kemi ma shumë kushte kemi se sa kemi ma shumë kushte se sa babgjyshërit tanë. I kanë pas ka 10 habibi, ka 10. Një bukë kanë boja, kanë do copa bukën. Në për uda, në për sene, këtë kanë flenë që aty me një dhomë. Pastaj thot, Ibn Abbasi duke aluduar për pejgamberin alayhis salam ka thënë, një grua merret nuse për 4 sene, 4 gjëra. 4 gjëra e martojnë gruan. Në një thot për pasunin. A e këshyrin, për shembull musliman, pasunin e një gruaje, një nuse, është jashta, në ikni, po e këshyrin. A ka të keqe me këshyrin? S'ka të keqe. S'po thëmë që nuk ka të keqe. E dyta, thot për pozitën që e ka. Apo ka i mash pozit, baba i vetë ku e dione. E treta, thot për bukurin, që s'diskutohet edhe bukur, është mirë me po. Normalisht se ti kime nejtë me ta. Nëse nuk të pëlqen bukuria asaj, pamja asaj, ti s'u qesh jetë me ta. Dhe e katërta, thot devotshmëria fetare. Thot zgjidhje të devotshme të lumshin durt. Thot lumshin durt kemu begatu me lena Allah subhanahu wa taala. Me thonë, që kjo e fundit du t'jetë e para. Po nëse i ka kreta, mirë, kjo është torta, kjo është qërshim mbi tort. Nëse i ka 8/4, nuk diskutohet që kjo është më e mira. Pejgamberi sa kanë nxitur gjithashtu martesën me gra që lindin fëmijë. Janë pillore, domethënë. Thot, dhe nuk e ka pëlqyer martesën me ato gra që nuk lindin. Ebu Davudi sjell rrëfimin e Makil ibn Yasirit, se një burr shkoi te pejgamberi sa dhe i tha, "Njoh një gru të bukur edhe të pasur. Mirë po thot, dua të martohem me to, mirë po sterile thot. Nuk lind." Çka i thot? I thot jo. Atë martohem, i thot pejgamberi sa jo. 2-3 herë i thot kështu. Të fundën e çka i thot pejgamberi alayhis salam, kur vajti për herë të tretë pejgamberi sa i tha, martoni me ato gra thot që lindin sepse unë do të matem me popull tjerë nëpërmjet numrit tuaj. Po e lehtë është, gruaja parë s'lind marrë dytën. Po kupton. Te na u kontradikt kjo vëllazëri. U ka. Sa diçka që është e rritë na e shpikëm, po themi se kret neve po na thonë shpiksa, jo po binim fe 3 me çdo sen 3, sukon kështu. Pa e feja komunizmit, është ajo që e keni pas ju. Kështu para komunizmit, babgjyshërit tanë ka pas ka 2 gra. Apo, edhe qëfar, nëse gruaja parë s'ka pas fëmijë, vetë jënë bo, razi jënë bo me një aspekt, ka thonë merë dhe një gru që mos mendo të parën, edhe kanë marrë dytën. Nuk ka si problem të me një aspekt. Ka shumë raste kësi. Kjo është një derbile që mund është pas një problem. Tirmidhiu sjell hadithin e pejgamberit sa ka thënë, i cili ka thënë 4 gjëra janë prej traditës pejgamberit alayhis salam, profetëve. Thot martesa
është tradit e pejgamberve. Përdorimi misfakut, parfimi edhe lyerja me këna. Me lyt me, do më thonë që i lyn me kon. Burri duhet të ledhatoj fillimisht gruan e vet, normalisht këto janë gjëra që burri para marrëdhënieve intime duhet të ketë paraloj. Nuk bën marrëdhëniet intime me njëherë mi bo pa paraloj, sepse paraloja është një lloj nxehje paraprakisht. Para se, do më thonë me pas marrëdhënie intime. Thot, kështu vepronte dhe i dërguari Allah s.a.s. me gratë e veta, Ebu Davudi sjell në synenin e tij rrëfimin e pejgamberit, se pejgamberi s.a.s. e puthe thot Aishën dhe ja thithte gjuhën, ndërsa Xhabir ibn Abdullah i tregon se pejgamberi s.a.s. nuk e ka lejuar thot kryerjen e marrëdhënieve intime pa pasur njëherë ledhatime. Pa pasur loj nuk ka pas. Sepse kur ti e përdor paralojen, jo në ato zonat erogjene, normalisht është një lloj para pregaditje para marrëdhënies intime. Ndonjëherë pejgamberi s.a.s. shkonte me të gjitha gratë e tij brenda një nate, sepse pejgamberi s.a.s. kishte më shumë se një grua, apo dhe ka pas raste dhe fuqinë ka pas të 34 burrave. Nuk ka qenë sikur ne. Për shembull, me një natë vllazni ka shku tek të gjitha gratë. Ka pas marrëdhënie me një grua, pastaj te tjetra, kështu me radhë. Apo thot brenda një nate dhe në fund bënte larjen tërësore të trupit. E ndonjëra i bënte banjo në çdo rast me vete, pasi shkonte me secilën grua. Domethënë i bie që ka pas raste pas marrëdhënies parë është lakrit, ka pas raste që mas marrëdhënies ka marr abdest kur ka dash për s'dyti herë me bo, vetëm ka marr abdest, nuk ka marr gusl, apo nuk ka marr. Që të dyat lejohen, nuk ka asnjë problem. Edhe një çështje tjetër është, a lejohet me flejt pas marrëdhënies intime, a lejohet me flejt pa bo gusl? Po, lejohet mëngjes, qosh edhe bën gusl. Këtu janë 3 gjëra vllazni. Në një ka pas raste që pejgamberi s.a.s. mas marrëdhënies intime nuk ka prek ujë me dorë. Hiç. As ka marr abdest e as ka bë gusl, mos tani, s'ka problem. Let fëmijën ata. Më thon, nuk ka prek ujë fare. E dyta çka? Ka lë organin dhe ka marr abdest. Dhe e treta është lakrit. Që të 3 mënyrat mundesh me bë pa asnjë problem. Dhe nuk ki ndalesë në këtë çështje. Cilo më mira është gusl me bë normale. Bën gusl e flan. Pastaj, mas marrëdhënies marrëdhënia parë dhe don më rikthy, thot pejgamberi s.a.s. me marr abdest sepse kjo ta shton forcën. Ta shton abdest, jo gusl. Po mundesh edhe gusl. Nuk ka asnjë problem në këtë gjë. Është e lejueshme për ata që sapo kanë kryer marrëdhënie të marrin abdest para se të kryen sërish për herë të dytë. Muslimi sahihun e tij sjell rrëfimin e Ebu Seid el-Hudriut se pejgamberi s.a.s. ka thënë, nëse ndonjëri prej jush kryen marrëdhënie me gruan e vet dhe dëshiron që ta bëjë sërish, le të marr abdest. Gusli ose abdesti pas marrëdhënies gjallëron forcat dhe pastron çdo gjë që ka mbetur pas marrëdhënieve. Apo ai është gjithashtu një akt pastrimi shpirtëror me larjen nxehtësia brendshme pas një rritjeje të lartë gjatë aktit intim kthehet në normalitet. Bërja banje krejt trupit sjell pastërtinë që Allah e pëlqen dhe largon dyrsinë. Deri në takimin e radhës me marrëdhëniet intime është mirë të kryen pasi të jetë tretur ushqimi. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.